Me ngjarjet e fundit në këto momente para prokurorëve të antikorrupsionit në SPAK është duke dhënë shpjegime kryebashkiaku i VAUTD-s Kristian Shkreli. Ne do të lidhemi direkt me gazetaren tonë Anila Hoxhën. Anila, të përshëndes. Cila është arsyeja që kryebashkiaku ndodhet në SPAK? Përshëndetje Doris, kryebashkiaku i VAUTD-s ka dalë nga prokuria e posaçme dhe foli fare shkurtimisht, pa dhënë detaje për media se pse ishte thirrur ai. Megjithatë, burime shumë të sigurta pranë prokurisë posaçme konfirmojnë se Kristian Shkreli është marrë i pandehur dhe pozita e tij është rënduar për veprën e korrupsionit në zgjedhje dhe konkretisht për zgjedhjet e 11 majit. Nga materialet që kanë prokurorët e posaçëm dhe konkretisht prokurori Dritran Prençi, i cili ka mbuluar sipas task forcave të caktuara përpara zgjedhjeve të 11 majit, ka mbuluar qytetin e Shkodrës dhe Vaun e Dejës, ka konstatuar gjatë hyrjes së telefonit të sekuestruar në atë kohë se kryebashkiaku i VAUTD-s kryente komunikime të dyshimta që çojnë dhe ngrën dyshime se ai ka kryer korrupsion në zgjedhje me votues të ndryshëm dhe konkretisht për sa i takon dy investimeve të bashkisë së VAUTD-s. Njëra që lidhet me kërkesat e bashkisë së VAUTD-s drejtuar OSHE-s për rikonstruksionin e linjës elektrike në një fshat të VAUTD-s dhe tjetra për rikonstruksionin e një aksi rrugor. Dhe sikurse ka dyshime prokurori i posaçëm, të gjitha të dyja këto investime më pas është komunikuar nga i dyshuari dhe kryebashkiaku Shkreli që këto investime përballë tyre duhet që qytetarët të votonin në favor pikërisht të subjektit që përfaqësonte Kristian Shkreli. Megjithatë, unë e kontaktova kryebashkiakun e VAUTD-s menjëherë mbasi mora një qendrim nga prokuroria e posaçme që ka ngritur akuzën dhe ka marrë atë të pandehur, dhe Shkreli më tha në telefon se nuk ka kryer korrupsion dhe se investimet që janë kryer nga bashkia e VAUTD-s janë për shkak të detyrës që ai kishte si kryebashkiak dhe ka si kryebashkiak për të ndihmuar qytetarët dhe për të investuar në mënyrë që shërbimet të ishin të duhurat për ta. Ky është qëndrimi i tij, ndërkohë që pritet që më pas, mbas një kohe të shkurtër që ai qëndroi përpara një oficeri të Byros Kombëtare të Hetimit, të ketë gjithashtu dhe prapësimet, të depozitojë prapësimet dhe të jap qëndrimin e tij, dhe më pas çështja mbasi të përfundojnë të gjitha veprimet hetimore dhe të shohim nëse do të ketë apo jo dhe të pandehur të tjerë, megjithëse mua jo zyrtarisht më është konfirmuar se vetëm kryebashkiaku është i pandehur deri në këto momente. Çështja pastaj pritet që të dorëzohet pranë gjyqtarit paraprak. Kujtoj këtu se kryebashkiaku është i radhës i marrë i pandehur, duket se kryebashkiakët dhe drejtuesit të pushtetit lokal nuk kanë patur shumë fat, shumica prej tyre që janë kallëzuar apo dhe ka patur hetime të nisura kryesisht nga prokurorët, por që ajo që kuptohet nga ekzistenca e prokurisë posaçme prej 2019 deri tani është fakti se shumica e kryebashkiakëve në të cilëve janë ngritur akuzat apo dhe kanë marrë dënime fajësie, kryesisht janë shpallur fajtor për çështje të barazisë në tendra dhe më pas për shkak të ligjit të dekriminalizimit. Këto janë dy veprat kryesore për të cilat shumë kryebashkiak kanë marrë mandatin dhe janë gjetur fajtor nga gjykata antikorrupsion këtu në Tiranë. Qartë, falenderoj Anila Hoxha për gjitha informacionet që na përsolla.